Sasa, përshëndetje dhe mirë se erdhe në Elite Way. Mirë se të gjeta. Apo më duket që kjo ardhë direkt nga aeroporti? Direkt nga aeroporti për të Elite Way. Na ki sjell një farfrimë si një suardisk. Di se kështu të më thanë edhe stafi. Edhe gjithë votun që ti me vendos ka Po, se isha me dilema me vendos a mos me vendos. Bile ata votun që me vendos edhe thash pse jo, një look pak ma ndryshe. Po duke shumë bukur edhe po shpresoj që ki kalu bukur edhe në Milano. Interesant, kjo takimi jëtë me Hygertën edhe kjo shoqëri jashtë shtëpisë. Me tonë drejtët me Hygertën na ka shku muhabeti edhe sa kemi qenë mrena në shtëpi. Po, zakonisht miqt vrehen kur të thënë, kur ta ka një pushim me ta. Edhe pashë me Hygertën e kalun për mrekulli, kishim ideja të njëjta, po pushojmë, po dalim. Edhe shkumi po një ndeshje të futbollit, pasi që të dyja jemi milaniste. E pam që ki taku një futbollist të famshëm, apo jo? Se u bollajmë gjitha ndej. Ajo ishte një takim. Si ishte ai moment? I rastishëm. Ishim të prit poshtë në garazh, do me thonë ato ishin veç autovjetet e futbolistave. Edhe unë thashë nëse shë, Ibron nuk më interesonë në bërtasë dhe shkaj thoma, bo një foto. Edhe rastisht e poshtë, hypen kërë dhe thash, please, një foto. I dole kerit për para? Po, i dole si në film. Edhe u tregu shumë i thjesht, e nali kerin, bo një foto, në arroj sukses, kaq. E bukur. Ishte, do me thonë, një 20 sekund që i bukur. Duke që nga dalja e shtëpisë e ki marrë vetën shumë mirë, por ne, për para se të flasim, flet publiku në Elite Way, edhe jemi përballë leti, sepse do t'i lexojmë disa nga komentet të cilat i kemi gjetë online për ty. Opa. Okej. Zgjadhe ti, filloje. Po filloj me të parën. Okej. Zoti të rujt na preku shumë rasti jëtë. A duna dhe me i komentu? Po, mund është shkurt diçka me komentu. Okej, faleminderit shumë për komentin. Kjo ka qenë edhe ideja pse unë jam hinë big me e sensibilizu pak me bo ma normale një smundje ose një sfidë që njëri e kalon njetë. Edhe më vjen mirë që është marë mirë, është përcjellë mirë, dhe pse së konë qëllimi jam ishti njerës me kajtë. Edhe mesazhe edhe fotografit ishin në një moment të duhur edhe një moment shumë i bukur që të shtyjnë edhe të tjerë të ndihen mirë me veten e tyre. Po, Lita ti e din që rasti jam është, do me thoni, ka 10 vite, kur është për fol për operimin time, kur kam kërku ndihma financiare, po s'kam qenë e gatshme me edhe mosha në shtamare, s'kam qenë e gatshme me i publiku fotot se që shdo këtë trupi. Po e ndjeva që nuk e di tash jem shumë rehat me veten edhe ndjeva që duna me përcjellë si të mesazhe dhe të femna tjera. A